Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Klea dhe Elgiti më hodhën në gjyq, por udhëroqën kur e vërteta e ndarjes doli. Habit gazetari Elton Tozaj. Thashë themet e shumta që po qarkullojnë prej kohësh mbi një krizë të mundshme mes çiftit të dashur për publikun Klea dhe Elgit Doda, duket se kanë marrë një tjetër përmas. Gazetari i showbizit Elton Toza, i ftuar së fundmi në një emision, ka folur hapur mbi prapaskenat e këtij lajmi, duke zbuluar se dyshja kishte nisur edhe hapa ligjor ndaj tij përpara se të dorëzoheshin përballë realitetit. Sipas Tozajt, kur ai bëri publik lajmin për herë të parë, reagimi i çiftit ishte i ashpër dhe mohues, duke tentuar ta zgjidhin në dyert e gjykatës. Megjithatë, sapo gjërat u bën të pamundura për t'u fshehur, ata u tërhoqën nga padia. Lidhur me këtë përplasje, gazetari u shpreh: "Kur bëra deklaratën e çiftit Klea dhe Elgit, ma mohuan. Më hodhën në gjyq, u tërhoqën, u zhdukën dhe sot që flasim janë të ndarë." Nga ana tjetër, as Klea dhe as Elgiti nuk kanë dalë ende me një deklaratë zyrtare për të konfirmuar apo mohuar lajmin e ndarjes së tyre. Megjithatë, lëvizjet e tyre të fundit në rrjetet sociale flasin vetë më shumë se çdo fjalë. Ndjekësit e shumë kanë vënë re se të dy artistët kanë fshirë çdo fotografi apo material të përbashkët që kishin në profilet në Instagram. Ky spastrim i shoqëruar me një heshtje hermetike përballë zërave që po bëjnë xhiro në rrjetit, po interpretohet nga opinioni publik dhe mediat roz si një pranim në heshtje i faktit se historia e tyre dashurisë ka ardhur në fund.